Alim çapate. Po pse përplasë derën? Vanilje vetëm. Së di çapati pse përplasë derën. Hajtë se miri ki punë. Pse? Atu realizu dëshira? Nuk isha unë dëshirë që ai të bëj këtë gjë. Edhe të kthej sikur Alba po i ndaj të dy. Shumë nice. Nuk kam dëshirë unë që të realizohet në jetën time pikërisht ashtu si që dua unë njerëz të jenë me mua. Se është pak si djallëzore nga ana ime që se nuk kam bërë asnjë hap që ta bëj me qëllim që ata të dy të largohen. Edhe përkundra se s'u kam shku fare mbrapa, mund të ndodh një herë në ditë nga 20 orë. Që ndodh vetë automatikisht, jo me plan. Ke shku ka pak ju ke shku. Si? Ka pak ju ke shku. Jo, fare. Dolçës ja kam thënë ja 2-3 herë ata që kam pas me i thënë, e kaq. Jo, se edhe ata dy doli në kontradikt me ato gjërat që kanë thonë fillim. Limi edhe Dolçja. Si dolën? Po, fakti që fillim thanë që s'u ka interesu fare që mendon ti, si janë dytë single, janë libero, pastaj e kthyn që dojmë të respektu ty edhe kishim mund me vokit sem për fillimit. Po nejse, si jena me një lojë edhe djetë që gjë shfrytëzohet për lojë. Labinot, të them diçka. Është realisht një situatë shumë konfuze se unë e kam thënë versionin tim të realitetit për jashtë. Edhe nuk e kam thënë për shtirje për këtë mbrënda, e kupton? Edhe sinqerisht jam situatë shumë delikate. Edhe mbrëm që i pash, jo mbrëm, në prajme pash që ishte shtritë dy me një kravatë. Në ke pa dhe kështu? I kam parë kur ka qenë vetëm për qafe, po jo të flinë të dy me një kravatë. Si da qoftë? E din, ka shku nivel akoma më shumë ndërmjet tyre. I qëndroja mendimit që besoj që është një skenar. Kush është pjesë e skenarit? Nga ana ime pasha zot vetëm skenar që nuk ka. Ama që më vret edhe më lëndon shumë kjo situata që po ndodh se realisht e kam ndjesinë edhe unë realisht e kam marrë vendimin në jetën time. Po pra lidhje për me atë. Besoj që do t'ja falësh dhe do të riktheheni. Ky është vazhdimi. Mund t'ja fal unë atij? Si? Në rast se ai dëshmon shumë me vepra në kuptimin që është pendu, ka reflektuar dhe është i vendosur për mua. Ama në rast se ai nuk e dëshmon që është i vendosur për mua, unë nuk kam si t'jem me atë. Kupton? Se unë vërtet e du, po unë nuk mund t'jem dytësore për atë gjatë gjithë jetës ti. E kupton si dua të them? Po. Thjesht më i fjalë që i ke thonë, se i ke thonë atinat që ka me pas pasoja vepra që i bën. Po, pra. Që le të ketë pasoja. Vepra që po i bën, pasojat janë që po kërkoj falje dhe do rikthim, duhet ta peshoje mirë dhe ta vërtetoj me vepra që është pendu, ka reflektuar dhe realisht është i vendosur për mua. Se unë vërtet e du, po unë nuk mund ta lejoj veten të jem dashnorja dhe jo e dashura ose gruaja. Nëse ai të kërkon falje, të thotë më fal për gjithçka, ti ja falje dhe rikthesh me ta. Ma dëshkoj me vepra. Okej. Apo mendoj, kam një përshtypje që këtu brenda në big nuk ndodh. Nuk e di pse, e kam një si intuit. Unë besoj që kam menduar dhe është pjesë e planifikuar. Tani, në rast se nuk është pjesë e planifikuar, ti nga syri jot si mashkull, si e ke pa atë si mashkull? A i ke vërit që vërtet ka shenja gjelozie kundrejt meje? Dhe që më shef edhe më ndjek vazhdimisht? Vazhdimisht, jo. Sa e që kërcej, që Kom vrejt ca shikimet vogla, po. Po edhe ato mund me kon kuadër të lojës, për me bo lojë. Jo, Limi nuk është tipi tillë që të bëje me mu gjëra në kuadër të lojës. Nuk e ka bërë asnjëherë këtë gjë, as në formatit tjetër nuk e ka bërë. Ti vetë ke thonë që formatin e kalun, ai ka bo lojë. Ka pas për, jo me mu, për disa gjëra të tjera, jashtë meje, se me mu e ka pas reale. Dhe madje kur dola unë, se më mora vendimin dale para, ai direkt ka dal pas meje dhe doli për mu. E kupton? Po. E pastaj vazhdum për jashta si pas verzionit që kam thënë unë. Unë edhe këtu i thash tani, se më tha, shembull këtë pjesë. A mendon se mjafton vetëm çka ndjen ti dhe çfarë ke marrë ti vendim? Më kam thënë, po unë kam treguar realitetin si ndihem brenda. Dhe ti e dini sa është versioni që kam thënë unë. Domethënë që ja bëra me kuptim, me sinjal që shife se flet çfarë flet ti, unë nuk e di pse disa fjalë ke edhe ashtu.
E kupton si dua të them? Edhe ja kam thënë pyet, edhe ja thashë, ti vetë ke në dorë tani vendimin për jetën tënde se çfarë më bën lidhje me këtë gjë. Nuk mund ta detyroj unë. Pastaj dëgjoj, ikuar për klasë deri, nuk e di pse. Nuk e di, Alban. E thash mendimin tim. Mendoj se është një skenar. Po a mendon realisht që nga unë ka skenar sinqerisht e kam? Se e di që do jem me një periudhë që e ndjej që do dua të flas me njerëz për të shpreh, për të pyetur kuptimin çfarë po ndodh, kuptimin kur s'jam unë me madh disa gjëra, me madh disa situata. Edhe e di, unë e njoh veten time, unë vetë se jam tension për brenda. Edhe unë kam frikë që çdo gjë që do ndodhe nga nesër, se unë nesër do hyj një bisedim me atë për gjithë situatën. Edhe duhet mendoj mirë të përdor fjalët e sakta, ashtu siç ndjen realisht saktë. Vetë fakti që jeni këtu 24 orë, edhe vendosni shumë sene me sqaru veç në Prime, ma jep mu përshtypjen se shumë sene bëni veç për show. Unë me Prime nuk jam sqaru në Prime, ne kena pasur bisedat këtu. Kujtohet ajo dita që jena sqarimet kryesore keni lënë për Prime, ja keni thonë flasim nesër, flasim premten, flasim tanën, edhe fakti që aja e boni ndarje me Dolçen, pikërisht në Prime, pa komuniku me Dolçen, nuk e di, thjesht po i vjen era sken, po i vjen era... Okej, Prime nuk ka dalë momente që unë me Limin kena bisedu, se unë me Limin vërtet kemi pas momente, një herë di pak të minimalisht e kena një bisedë. Po i keni lënë shumicën për Prime? Jo, Prime e peqa fola unë. Atë që thanë ata, që kanë marrë vendim ata për mu largu për Albën, ju a ktheva përgjigjen lidhje me atë që thanë ata. Nuk shpika Alba një gjë të re në Prime. Pash situatën u çudita edhe vetë fola përgjigjen për atë që thanë ata. Për zotin Alba nuk e rrij gjërat për Prime, besoj se e ke parë, që Alba jam aktive vazhdimisht. Nuk e pres situatën, a do dalin Prime, a do dalin Prime. A e kena qefin që dalin Prime, gjithë për vëlla, e kena qefin që dalin Prime, se prandaj kemi art big. Ti jemi edhe televiziv gjatë përditshmërisë, po ti jemi edhe në Prime. Ajo është e bukura, është rezultati. Apo jo që ta vuj që ndalë. Jo, me vujt s'ke nevojë, se përderisa keni arë me gjitha të probleme ose gjanat pasaru në jashtë, këtë vendosë me sqaru këtu brenda. Sigurisht që interesojnë publikut, interesojnë formatit edhe kam me darën Prime. Ajo ju jeni vetëdijshëm dytë. Unë këtë gjë kam vëdi, edhe u prandaj unë mundohem që të sonte të mendohem çfarë fjalë ti përdor aty, kuptimi që ta di edhe unë veten time që kur flas me atë sa mund të flas me atë, se unë nuk dua çdo gjë ta shërbej këtu që kam pas me atë. Që të kënaqet populli në rast se kena pas në një problem dhe të dëgjojnë gjithë çfarë problemi kena pas. Apo jo se disa sekrete mbajnë çift, jo me marrë vesh familja, shoqënia dhe populli. Po përderisa keni arë të më sqaru problemet e juva, normal që kam me dalë këto gjanat që është po jo... Minocie në jetën e përditshme. Ajo kështu që do që të keshin qift, e mban sekreti nuk ja trego familje. Normal që po unë s'këshave... Se sekreti qiftit. Unë nëse kësha dosh me voli ojnë një që e bëni ju, kësha mu të dhoni me zxatë me thonë kërkoj ta kem zyrtar me Matildën këto dhe du me sqaru gjanat në publik. Po se këmë bo? Do të regoj diçka tjetër. Në rast se unë kam marrë këtu, e kam aktrim ndjenjë, nuk më intereson Limi, më intereson loja edhe gjërat e tjera. A nuk mendon që Alba që ditë ku ka ardhur Limi do isha vetëm sulm edhe kundër Limit, edhe mbesoj që ata sulm edhe kundër dhe informacionet që mund t'ja pun të marrin 3 orë Prime, minimalisht. Marrin, po dhe kanë marrë. Ka pas pravin që keni pas ka 3 orë. Ama pas një informacion, thjesht ndodhi që unë eskalova në emocione. Thash në informacion Alba fare. Alba sot e kësaj dite nuk them asgjë. Po edhe këto është pak si strategji që me i zgatin, se ju këshit sqaru gjanat e juve. Me njëherë, atëre nuk i zgjatë kjo procedur ka zgjatë, që mi pas ju edhe ti 4 javë tjera. Si ta sqaroj Alba kur ai me tjetrën pusë në pjetë, unë tani do të sqaroj me atë, nejse. Pasi vendosi të largohet nga ajo. A mendon që a kime sqaru për të riso ai ka ardhur tot, e ka mohu komplet raport që keni pas jashtë dhe para syve tu i ka bërë gjanë që i ka bërë? Nuk e di, ngjellet me pyetje për nesër. Ai me vërtet është tipi pa parashikueshëm. Edhe përgjithësi kështu ka qenë edhe kur kena qenë bashkë. Ama gjithmonë i kam besu ati, kam pas një intuit që gjithmonë duhet i besoj ati. Kështu kam qenë te formati tjetër, kështu kam qenë edhe në jetën përjashta kur kena dalë. Thjesht i besoj se di që s'ma do të keqen. Edhe gjithmonë ma ka dëshmu përjashta që s'ma ka dash të keqen asnjëherë. Tu tani çfarë po ndodh? Nuk e di disa fjalë që ti ka thonë në konjunkturatrona, po nejse. Disa fjalë që ti ka thonë në konjunkturatrona, po nejse. Po ai po thotë unë që unë jam përplas të shtëpiat. A pastaj tha
Nuk mund të hyj dikush të Një shtëpi për plas, ka thonë që shfrytëzohesh jashtë nga njerëz, ta ka thonë fjalën se ka thonë xhumit, shumë sene tjera. Për jashtë njëri ai ma ka thënë fjalën se e ka pasur sa i ndihmon njerëzit, edhe ma ka thënë fjalën. Ajo lën hapësirë për këtë kuptime Pra, unë tjera. do i sqaroj gjithë tani. Se ti për deri sot thot dikush që ki pëlqim ose ke shfaq shenja pëlqimi për ludon edhe i ka pështu po mprek në moral. Edhe vjen tani ish i dashur yt ose ish situata jote thot ty të shfrytëzojnë krejt, edhe ati s'ja për me moralin hiç. Ore nuk e di ça për Ku është ndrimi yt, domethënë, po del pak. E ke shumë drejt, se Alba i mendoj me ide ata pyetje. Po nuk e di çfarë ndodh konkret ai vetëm si lëmsh këtu. Sikur bllokohet. Tani kam nisë sikur jem pak më qetë që jam më lirshëm. Ja, e bëra atë bisedë aty, pa u dritë fare. Ama ditë e para kur erdhi mu këtu më bështe një lëmsh, nuk flisja dot. Edhe atë bisedën që e bëm aty, e zjatëm te lavanderia gjithë me lotën sy, nuk e përballoj dot. Po një të shofi, nuk e di që të ndonë. Jo që mundon me kuma qëndrueshme edhe mbaj. Mundon me mbrojt vetën që mos me përfundu në grupin e njëjtë ku ke përfundu deri sot. Tani, e di që kam vendosur si Alba? Mëso prej gabimeve. Do ja jap ndihmën, do ja jap mirë, se Alba nuk përtoj me ndihmu njeriun edhe me ja dhënë mirë. Po ti ke ndihmu edhe gjatë kohës krejt ka thonë fjalë ofenduese, kështu që s'm befason ky fakt. Dhe tani, kjo pjesa tjetër që dua të them, nuk do ja dal. Unë kam vendosur që në rast se ai synon me mua me u afru bashkarisht dhe me u vendos për mua, kam vendosur që këtë gjë ta bëj vetëm pasi të padushmoj që realisht e do këtë gjë. Jo sa të më thot ai fal, unë me njerë përqafe, me njerë puthje. Nuk mundu të shkoj nesër ta puth në buzë atë, ose të krijoj direkte intimitet. Pa rrjedh gjërat natyrshëm, pak apo jo. Se unë dëshira për ta pas për Zotin vdes për ta përqafuar, për ta puthur dhe për t'ja marrë. Vdes. E vuj. Apo shkoj ta bëj? Sa herë vadi që ajo është afru që ka bërë një ngacmim, unë kam ngrik shumë në vend. S'kam dhënë asnjë shenjë. Po ta puna mos po ngri për derisa ai i ka bërë ato sene që i ka bërë. Edhe Loni ka qenë dëshmitare, di si tha Loni një ditë, kemi qenë një mëngjes, Limi unë Loni, edhe ishim unë me Limin gjithë edhe Loni ulur përballë nesh. Edhe ai po jepte kështu pak si shenja dhe unë drejtë tha, tha Limi e shef, Alba s'po e lëshon veten fare. Domethënë pa bërë parasysh se është dëshira ime fat për ta bërë. Nuk këtu tregoj respekt për veten, nuk e lëshoj veten direkte. Respekt për veten. Me zjarrt. Halo se ke shfaq. Çfarë shumë po nejse. Po ja, kjo shembull, ajo dashni e madhe që kam. Ai zjarr, ai mall, edhe ai çdo gjë që unë e them. Momentet kur ai më afrohet, edhe më jep në një ngacmim kështu si nga lart, kështu në një gjë, dhe kur më afrohet se më shafruar edhe shumë kështu. Alba vetëm kam shndru drejt. S'kam bë asnjë gjë. As nuk jam lëshu ta kap për qafe, as ta puth faqe, as t'jam marrërën, as asnjë gjë. Jo, ta unë puna. E kupton? E kupton çfarë lufte kam? Nuk e di Alba. Pero nëse mund kish ndodhur rasti ngjajshëm, edhe kishore dashura jam kish bëu gjëra që ka bolimi, unë jo më fal, por nuk ja kisha thonë asë rast. Më shpjegoj. Se aty janë gjëra të shpjeguara. Po ti e din se ti më thuaj që keni qenë bashkë. Keni qenë bashkë, ta ka bu tratin jashtë, e ke thonë vetë, u arë mrena, nuk të ka folë hiç, u lidh me dolçen, ti ka thonë fjallë që ti ka folë që shfrytëzohesh jashtë, shfrytëzohesh mrena. Këtë sen që ti ka thonë, edhe në fund ti mu kthy vetë se ai vendosi qaty për qaty. Ai ka fjalën shfrytëzimin në aspektin që e lejoj tjerët fjala me marr të mirën edhe me ma keq përdor. Tash mund të thosh ç'është mirën time japi, ai keq përdor tjetrit mirën time e tregon vetëm para Zotit. Unë kryesorja në rast se duam të keq përdor, Alba. Pezullohem. S'besoj që je kaq naive, prandaj po them që prandaj po them që dyshoj shumë që është një skeme përgatitur për juve, se nuk besoj që Alba vërtet është kaq naive. Më dëgjoj pak. Alba, e di që ka ndodh një situatë me Suanitën edhe me këtën, me Aurorën, me Dolçen, me Labi. Labi ka thënë, unë jam tok tem, Doçes. Edhe tani direkt u gjujtën ata pa prezencë Labit të Doçes, si ka mundësi Labit i thotë Doçes, unë jam tok tem. Edhe unë i thash prit pak, unë s'kam qenë prezente. Ndoshta nuk e ka pas kuptimin që ti thotë Doçes, ti si tok tënde, unë jam tok teme. Se këto po ja ktheni situatën. Domethënë Alba, kur nuk jam prezente, ose kur e di që një fjalë mund të keq kuptohet, edhe pse s'është për tu keq kuptu, unë jo vetëm të Limi, edhe të tjerët e pranoj. Çka ku mund keq kuptu të Limi, vetë drejtoi ka bëu gjëra që ka bëu para syve tu. U as nuk ka
Përshëndet, u prezentu me ty. Po unë e di që ai ka ndonjë inat. Po, edhe inatin e ka shprej me gjestet që i ka bo para syve tu, me dalqen. Nuk e di, nëse ti e në gjendje me ja falë, Ma ka përmend edhe muhabetin e stiqit dhe bë qa dush. që kam thënë prajnë. Që më ka thënë sqarohu për këtë pjesë. Ka përmend edhe pjesën që jam keq kuptu në publik për afrimitetin me ludot, vetëm se kena qenë afër që kena pas bisedat për lojën. Unë jam Keq kuptimet ma të mëdhaja, në këtë shpi ka pru aj, Petri Sovuar me një verzion si pas teje, kejt tjetër rreth lidhjes juve. Kështu që nuk mos më do me ja gjufoj një kërkujna. Vërtet ka ndodhur. Jo, vërtet ka ndodhur. Ama edhe më ka ndihmu deri diku në kuptimin që ai kur ka dhënë shqetësimin e vet, një opinion se si më ka parë mu, unë automatikisht kam kuptu si mund më ketë pa edhe publiku përderisa e ka menduar ajo gjë. Unë nga ludu jam tërhi shumë se javë edhe nga labi. Se s'dua të keq kuptojmë sikur jam një femër beqare që po ju rri afër burrave të zënë, burrave të marton. E din? Prapi kam bisedat e lojës, po jo deri në orët e vona siç i kemi pas herë të tjera. Këtu për mu, si ora e drekës, si ora e natës një lojë është, nuk ka pesh për mu. Se unë jam thjesht Nuk e shonë ato si ka bim që këni folë për se vetë gjithë pjesën e ludës, sa kom thonë mendimin tem. Stiki jam pëndu Po si do të qoftë, Alba, jam kurios me ditë se qa keni planifikuju për neve. Do t'ju ndjek. Okej, di që, ama jam e sigurt që në fund ke për ta pa që vetëm për këtë situatë nuk kam ashtu skem. Ta shofim. Për zotin. Madje edhe Mendimet mund të ndryshu kur i kam gjithmonë. bërë, kena pranu në publik neve veçma që kemi thënë do e bëjmë këtë gjë për këtë gjë. Kupton? Jo që të bëjmë diçka fshektas për ju dhe fshektas për publikun. Ta shofim. Okej. Unë duket, që ta thash, pak e planifikune, po nejse. Okej, do shohim. Ti ja ndihesh mirë? Po, super. Djem shumë mirë. Besoj se e ke sqaruar dhe ti mirë, je shliruar për këtë pjesën e. Po, sharova. Ja bëna edhe nëse ti e përfundova në prime. Edhe labinot, edhe atë pjesën që e përmenda unë nga ana ime për ju të dy, edhe pse e përmenda se kur e vendosa unë vetën si femër në vetë atyre të dyave. Po, që unë se kom ofendu asionin për Jo tyre. se doja me ju ofendu Fakt është që ato janë përmend, po unë nuk e kom fillu asionin për tyre, asë nuk e kom ofendu asionin për tyre. Ishtë dashurën tem, e ka pru Labinot Regja në debat, edhe shembullin që e murrajt që besoj që ti nëse ishe kohën pak ma jo selektive, edhe ti kështë kritiku, se nuk thot një burri martun, i cili është krenar që e ka grunë që e shikon, që erdhe dhe mbrojti, nuk thot para syve të saj, do më thonë para ekranit, para gjithë shqiptarisë, ishe dashra jojtë shumë e bukur, ta pys grunë time në shadajnë takim me ta. Ishte shumë e shpifur nga në ati. E shpifur, po nuk e the, po nejse. Normal që unë tani reagoj dhe i thonë që she gruja jote. Do më thonë se kom ofendu në as grunë e tina, e as ish dashurën tem. Prandaj se po shasushme me kërku falje. Edhe pa e shajt, gruan e dikujt ose burrin e dikujt që është të mbrënda, sidomos femrat janë më delikate, kur e dëgjojnë që ti në mes të debatit, përmend që femri pa e shah, pa ofendu, dihet keq ajo. Unë besoj që ajo një ma keq për i fjales ose fjalisë që ka thonë burri vetë, se so që unë e thjesha kom potencu dhe ja kom cek. Edhe po, pra dhe i thash labit, Thiri kërkoni falje mendjes, dhe për Labinot dashnin Regja, tuj, jo vetëm për femrin e Thiri tjetrit. mendjes, Labinot Regja, se po të sheh gruja. Edhe e kupton ti si e thash Alba, duhet të dytë kërkoni falje për të juajat, jo vetëm të tjetrit. Po, po. E din? Se edhe labi ka po gabimin e vetë, edhe është dje vetë. Sa përket asoj timës, unë asë një debatu se kërkunja së më shku dhe mi thonë hajde debatojna për situatën tem. Labi kështu ka thënë që i këtë thënë. Labinot t'i ka shpif. Se ta më po shkojmë, pi thomë Labinot Regjës, hajde gjumu të shtyjë për 2 javë. Kjo është shpifje koti, kër e pa që pe hum debatin. Unë e di pse besova deri diku këtë që tha labi për ty. Pse? Sepse kujtojnë momenti kur merë dhe ti që më the hajde bëjmë plan që fjallat bëjmë ne të dy në një gjë ti të më shërbesh kafe në kështu që fjallat bëjë gjelozlimi. Ajo ka qenë thjesht për me ndimu ty, se na kur valdzum për ditëlindje të Benitës, unë e pashtë si të shikoj aj, dhe thash nëse ti dënë, po pra, thash nëse dënë ti me pas fakte, edhe nëse të pëlqenë si ide, mundesh me pos prap pse në njëjtë. Se pa ta fjallin me pos strategji edhe me kryu afrimitet me ty të më puna, se si jo me interesune edhe di që asë si interesune. Po thjesht është, nëse donë ti me bind veten edhe me bind të tjeret që ai për një me është gjeloz në teje, mundesh me po.
Besoj Unë jam njëri që bëhet xheloz vetë-vetiu, natyrshëm si rrjedhin. Unë jam njëri fundi, tu që shkoj thon diku një hajde xhumu, se përkundrazi unë edhe sulmet që më vinë ka njerë nuk i shfrytëzoj. Edhe s'besoj se të këtë budall këtu që bën atë gjë, si thot Labi, po Benita ka bërë me mu. Bëj llogari. Po normal që ka njerëz që e bojnë. Pasha zot, Po unë se ku bos një herë. Muhabeti ta vëndës që ka qenë, dhe kur ishim prajmu me Benitën, edhe që erdi muhabeti që të shkoj mund të do marrëfime me Benitën, Po në këtë regu. rrugës pasha zot Benita, Alba të besoj ty, po ta lyp kështu për me bë debate. I thash me mu të luash plan me lojrat, jo debatet, jo raportin. Mund thjesht më do kështu me Olpi Labnot Regjës, që kur e pa që po del keq në debat, filloj me arsyetu me këm ka thonë gjumët e shy një 2 javë. Kjo fjali su dollë kur pe gojës tem, kur asnjëherë. I vetëm sen që e kom thonë para të gjithve, ju veç për Labnot Regjës, u konë kur dulë suata me ishte dashërën tem, dikush filloj me ngacmu dhe nuk e di kush ludu, apo nuk e di kush ta mëni se gjyna. Mos e ngacmoni se e ka suat në delikatë dhe i kom thonë të gjithve, që të konë edhe Labnot Regja, mësë më kurseni se s'jom për gjyna. Nuk ki nevoj me më kursy, se s'ko marrë tu kërkush me pas keqardhe me mu. Që ato kom thonë, e s'u konë nëzitje, po u konë, kom të regu forcë. Qa me bëm? Nëse.